Sot do bëjmë një tavë me gjokse pule dhe me patate. Përbërësit janë gjokse pule, patate, krip, piper i zi, majdanos, një kungulleshk, vaj edhe udhër. Fillojmë në fillim gjokset e pulës, i presim copat vogla, i bëjmë me krip dhe i lejmë pak sa të marrin kripën dhe pastaj fillojmë i gatuajmë një nga një. Fillojmë i presim gjokset e pulës një nga një në pjesë të vogla. I kripim edhe i lëm për rreth nga 15 minuta, 20 minuta, sa të gëtyr kripa dhe pastaj fillojmë i gatuaj. Fillojmë çojmë patatet. Si kemi qëruar komplet pataten, kemi hequr lëkurën, patatet i futim në një me ujë që mos na nxjihej. Kështu vazhdojmë me të gjitha patatet. I kemi larë patatet mirë e mirë, i kemi kulluar dhe ujën dhe tani fillojmë i grim ndaj mirë për mesi dhe i bëjmë copa disi të mëdhaja. Dhe kështu vazhdojmë me të gjitha patatet. Vazhdojmë i përzim. Dhe tani marrim tavën dhe i rreshtojmë në tavë. Edhim pak i ndyrë në fund të tavës të qilqit. Edhim edhe udhrat që i gribëm në fillim. Dhe fillojmë i rreshtojmë patatet dhe gjokset e pulës. Kemi përfunduar shtresën e parë të patateve dhe gjokseve të pulës, së rreshtuari në tavë, edhim një dorë majdanos, edhim edhe pak vaj, dhe vazhdojmë me shtresën e dytë. Vazhdojmë kështu derisa t'i përfundojmë të gjitha patatet dhe tava të jetë mbushur me të dyja katet. Kemi përfunduar së rreshtuarit të gjitha patatet edhe gjokset e pulës. I edhim dhe majdanos përsipër dhe i futim e pjekim në furrë të sopës në temperaturën 325 gradë. E lëm të piqet për rreth 25 minuta. Pastaj përgatitsim një salcë me kungullin, të shikojmë më poshtë, dhe edhim salcën përsipër. I edhim edhe pak vaj dhe tava është gati për të pjekur. Fillojmë qërojmë kungullin,
dhe grim në rende. Në një tigan vejmë një copë gjalp të tretet. Ta shkry gjalpi, edhim kungullin që kemi grimë më përpara. Si është zbutur kungulli, edhim dhe një lukë një, e përzim edhe pak sa ti që ajo aroma njërë. Tani jedhim edhe takuj. Duke e përzirë pak e pak. Jedi në të zi saltës, jedi edhe kryp, e lem të zi salca dhe sa të trashët. I edhim edhe lajganos. E pikim dhe edhim lartë bitava me patate dhe me gjokse të mëndë. Si është bërë 80% e tavës, edhim salcën që kemi përgatitur më përpara. Tani e futim në furrë edhe për rreth 30 minuta të tjera. Tava ka përfunduar së pjekuri. E servirim në pjatë, ju bëftë mirë. Kjo është pjata e tavës me patate dhe me gjokse pulë.